Përshëndetje nga redaksia e Vlorës. Në ditën e dytë të aksionit të INUK për shëmbjen e të gjitha objekteve që gjenden në vijën e projektit të shëtitores ose lungomares të qytetit bregdetar, situata ka qenë meqet. Fillimisht janë shëmbur 2 objekte në zonën e Skelës dhe më pas radhën e ka pasur një prej hoteleve më të njohura ndërtuar në vitin 1992, i cili ka qenë edhe hoteli i parë i ndërtuar pas komunizmit në këtë zonë. Në këtë aksion ka marrë pjesë shumë forca policie, edhe pse ka qenë e panevojshme ndërhyrja e tyre, po ashtu edhe inspektorët e INUK. Një prej shqetësimeve më të mëdha ka qenë edhe shëmbja e një prej objekteve të postës shqiptare, cilët nuk ishin njoftuar më parë dhe kanë marrë një njoftim vetëm ditën e shtunë. Drejtoresha e këtij institucioni është shprehur se pavarësisht ndërhyrjes në një kohë shumë të shkurtër, janë marrë të gjitha masat që qytetarët të marrin një shërbim të saktë në një ambient të ri vetëm 100 metra larg postës ekzistuese ku gjendet dhe do të kryhet edhe shëmbja brenda një kohe shumë të shkurtër. Njoftimi është bërë ditën e shtunë të javës së kaluar. Është bërë një njoftim verbal nga ana e gjithë inspektoriatit të INUK-ut. Kanë njoftuar punonjësit. Konkretisht asnjë shkresë zyrtare nuk kemi marrë nga asnjë lloj institucioni dhe nuk janë respektuar afatet. Ky është një objekt në pronësi të postës. Kishte një mospërputhje të sipërfaqes. Të gjitha shërbimet e postës do të jenë në funksion të plot 100 metra më mbrapa. Kjo ishte gjithçka e përgatitur nga redaksia e Vlorës. Bashkë miropafshim.